Jemi në gojë të Miletit edhe temat që unë diskutoj kanë të bëjmë ato që diskutohet në rrjetet sociale, në emisione, pra në të gjithë formullën ku flet Mileti. E Mileti ka folur këtë herë dhe ka zgjedhur në 4 alternativa që unë i lash të komentoj këtë situatën që ka të bëjë me Eglin, me koncertin e saj që nuk u bë në Bruksel, a ka më interes për të si këngëtare e kështu me radhë. Për gati një muaj më parë, faqja që organizon koncertet në Bruksel, Bala Event, shpërndau posterin ku Egli do të ishte së bashku me Mirin, Brunon, Klajdin dhe DJ Vikin me datë 11 tetor, kur ishte edhe ndeshja pra me një lloj atmosfere edhe elektrizuese për të performuar, por ajo që ishte e çuditshme përpos të gjithë shereve me mira komente, me mira share, me mira postime të këtij posteri që do të ishte Egli, Fero, Bruno, Klajdi edhe disa DJ të tjerë, ndodhi ajo që nuk e priste askush. Artistët shkuan në vendin ku do të performonin, por nuk kënduan asnjë këngë. Pra, siç shkuan në aeroport, u kthyen mbrapa. Vetë Bala Event në një reagim të gjatë ka theksuar që, do ta lexoj më saktë, të nderuar klientë dhe miq të Bala Event, dëshirojmë t'ju informojmë dhe njëkohësisht të sqarojmë situatën e krijuar gjatë eventit të datës 11 tetor. Çdo i pranishëm atë natë duhet të di se situata e ndodhur nuk ka qenë përgjegjësi e jona. Ne si organizator kemi respektuar plotësisht të gjitha detyrimet tona ndaj artistëve, si dhe në aspektin financiar, ashtu dhe në çdo marrëveshje të bërë paraprakisht. Artistëve është kërkuar të dalin në skenë sipas planit, por ata kanë refuzuar të performojnë duke argumentuar se nuk ishte publik të mjaftueshëm në sallë. Është normale që një sallë ka një kapacitet tepër të lartë plus 1200 persona edhe pa e mundur të mbushet, pasi është një event i thjeshtë i organizuar dhe ishte bërë ditur që s'do kishte shumë njerëz, pasi ishte një ditë që do kishin futbollin dhe ishim të fokusuar për të fituar edhe fati. Ne fituam kundër Serbisë, pasi sipas atyre ishte në pyetje imazhi i tyre, duke mos menduar që do të ulin imazhin tonë dhe të linin të dëshpëruar të gjithë fancat e tyre që kishin ardhur për to. Megjithatë, ne kemi qëndruar të qartë dhe korrekt. Pagesa dhe çdo detyrim tjetër do të kryhet sipas marrëveshjes, pavarësisht numrit të ftuarve në sallë. Për Bala Event çdo mysafir ka vlerë të veçantë, faljush jemi rritur dhe kemi arritur aty ku jemi sot. Pra paka shumë ajo që dua unë të diskutoj, të jap edhe mendimin tim. Kemi të bëjmë artistë që kanë vite në sketë, siç është Klajdi dhe Bruno, i kemi parë dhe në eventet të vogla edhe në eventet të mëdha, në dasma, në shesh, në koncert, në klabe, kudo, dhe nuk besoj që numri i vogël ka qenë problem për ta, pasi siç e thekson dhe Bala Event, pagesat do t'u bënte siç kanë rënë dakord. Nëse pagesa nuk do t'u bënte siç kanë rënë dakord, kjo është një çështje tjetër, por artistët e ftuar për të performuar nuk kanë pasur reagime dhe ajo që unë dua të flas edhe që padyshim është emri më i lakuar është Egli Tako, një nga emrat më të diskutuar të Big Brotherit dhe padyshim emri i saj bëhet viral kudo në rrjet, por këtë herë duke marrë parasysh edhe ndeshjen, por duke vënë edhe në një lloj analize të thjeshtë dhe të vogël të menjëhershme, a ka ende Egli interes për të parë si këngëtare, pasi e kemi parë që është fokusuar në moderim me Yesterday në E Diell, ku e ka lënë pas dore, le të themi, pjesën e këngës. Nuk e kemi parë këto 2 muajt e fundit të angazhuar me aktivitete nëpër klabe, por nga ana tjetër ka publikuar një bashkëpunim me Angelo Koçin, diku një këngë që ka 3 ditë që ka dalë dhe ka marrë diku te 700.000 shikime. Ajo që është me të vërtetë interesante është që diaspora e ka mbështetur Eglin, e ka dashur, le të themi, shqiptarët e Kosovës janë ata që e kanë edhe suportuar, edhe duke qenë që Egli do të ishte për herë të parë në Bruksel në këtë event organizuar nga Bala, edhe pritshmëritë ishin të larta për ta parë personazhin e tyre që e kanë mbështetur në Big Brother dhe post Big Brotherit, apo thjesht ka qenë një rastësi e keqe e fatit që ishte ndeshja dhe të gjithë ishin të fokusuar. Por ishte një përgatitje me javë përpara që Egli do të ishte aty, dhe për mua në të gjitha ato situatë që unë shikoj që nuk është problematike, por ma keni kërkuar që ta komentoj, për mua ekziston edhe mundësia që
ka një lloj zbeje interesi për Eglin si artiste, por të mos lëm mënjan edhe ndeshjen, por duke qenë që janë emra si Fero që ka ndjekës dhe fanca pafundësisht, besoj rinia në Bruksel, rinia shqiptare kosovare e pëlqejnë muzikën e Feros, por edhe të tjerë që pëlqejnë muzikën që këndohet live nga Klajdi dhe Bruno, padyshim do të ishin aty, do të rezervonin, për Kleçka me sa duket që artistët nuk e hulin hundën, pra bën gjithë ato rrugë, shkuan nga Shqipëria në Bruksel apo dhe Fero, se pashi kishte nxjerrë një story duke u kthyer me makinë. Kur ti bën gjithë këtë investim, bëja qefin atyre që janë aty, këndoj një këngë, dy këngë, bëre gjithë ata mundim. Besoj që në fund ditës artisti padyshim që e ka profesion, jeton dhe duhet marrë të ardhura nga puna që bën, por një lloj kënaqësie shpirtërore për të parë edhe audiencën që është aty, pasi ata nuk do të dilnin pa para xhepit, do të paguheshin siç kishin rënë dakord. Pra, mos paraqitja e tyre ka të bëjë që ata nuk ulin, le të themi, hundën dhe duan një klub të mbushur full, pasi do të komentonin dhe do të bënte virale kudo që shiko sa pak njerëz nuk kanë mbështetës, nuk e duan, sidoqoftë Eglin, Feron apo Klajdi dhe Bruno dhe DJ-të e tjerë që ishin pjesë e grupit. Interesante është pasi për herë të parë shikoj një situatë të tillë dhe për herë të parë komentoj këtë që ka ndodhur, por padyshim kjo nuk e humbet të gjithë interesin apo karrierën e çunave të Klajdit dhe të Brunos që janë të magjishëm, e kanë treguar ndër vite si një dyshe tepër e rezervuar dhe tepër e pranishme në përdasma, në gëzime familjare, në për klabe, kudo që ka atmosferë, ata din ta kallin, por nga ana tjetër edhe Fero, një artist i zhurmshëm që ka pëlqimin e rinisë. E për Eglin u çudita pasi pritshmëritë edhe sheri që ju bë postimeve të njëpasnjëshme për këtë event ishin të mëdha dhe mendoja që do të kishte një lloj pritje siç ka pasur gjatë verës në për sheshe ku ka qenë, por edhe në paksa ato koncerte, ose realisht e gjithë është një lloj mbështetje virtuale dhe jo fizike për të. Do doja të ndija dhe mendimin tuaj se si e keni parë këtë situatë, duke mos harruar të bëni subscribe kanalit tonë Koha Jon në YouTube.